regjimi komunist në Shqipëri për 50 vite me radhë e ka mbajtur veten si kampion i diktaturës më të egër të vendeve ish komuniste. Atje janë burgosur, janë internuar e pushkatuar mira njerëz të pafajshëm. Vlen të citoj njërin prej grave të shumta që është burgos dhe është pushkatuar nën regjimin e diktaturës komuniste të Enver Hoxhës, zonja Zyra Kamano, e cila kishte lindur në vitin 1913 në Zagreb të Kroacisë. Ajo ishte fejuar dhe ishte martuar me një inxhinier italian, arrestohet duke u akuzuar si agente e Amerikanëve. Përpara pushkatimit kjo zonjë i thot burrit të saj, drejtoj syt lart nga Zoti. Le ta shef edhe ai se ne po dënohemi dhe po pushkatohemi si të pafajshëm. Në mesin e shumë grave të pafajshme, sonte kam ftuar në studio këtu një zonjë të mrekulluar, të cilën do ja u prezantoj tani. Kjo është zonja Meshani, e cila po ashtu ka lindur në vitin 1928, ka qenë gjimnaziste, ka lindur në Delvin të Shqipërisë dhe është arrestuar në vitin 1952. Ka mbajtur plot 11 vjet burg, pra deri në vitin 1963. Pse është arrestuar? Për çka e kanë akuzuar? Për gjitha këto do të flasmi në emisionin e sonte. Zonë, mirë se ke ardhur në emision. Mirë se ju gjitha. Faleminderit shumë. Gjithashtu dhe unë. Faleminderit, kënaqësi që jemi taku në Toronto. Ju jeni arrestuar në vitin 1952. Po. Më tregoj historinë pse ju arrestuan. Në vitin 45 u fejova me Selman Ndreun. Kjo ishe familje bajraktarësh. Djali Cenelezit. Mirë po, sikur nuk ishin, se ishte Dalindreu general, ki ishte nipi Cenelezit. Edhe deri në atë kohë ishin mirë. Në 46-ën, këta u lajmëruan që do të arrestoheshin, si familje gjithë. Edhe bëjnë tentativa ratisje për në Greqi. Ai që ju thikte, u theksi, i trastojti, i jep 500 lira vjeritin Cenelezi, edhe bëri sikur ju prish opinga këti, të lite opingën ki, i trastojti dhe u rrethuan. Në këtë kohë Dalindreu ndërhyri dhe tha, të paktën mos të pushkatohen. Se ishte general bashkë me gruan Liri Gegën. Edhe një nakunetrit e mi Xhelal Ndreu, a i dinte 6 gjuhë të huaja, u dënua 20 vjetë. Të tjerët 2-15, i fejuarit tim 10 vjetë. Ishte komplet i pafajshëm. Ai nuk ishte fare për zverë as në diskutime. Po, me gjithë familjen dhe ai. Familja u internua. Kush ishte i fejuar e ju të edhe njerë? Selman Ndreu. Këte dënuan 10 vite. 10 vjetë. Masim unë, kur ra në Burkaj, shkova takova, ishte i pa dënuar, 3 vjetë i mbajtën pa dënim. Mirë po në hetusin e këtire ka qenë Hito Çakua. Hito Çakua ishte kolonel. Dhe nuk pata vajta të mirë nga një leje speciale në gjukat. Më thot ai kryetari gjukatës, thot ke Hito Çakon atje, thot. Se dinte ai që Hito Çakua ishte rritur në familjen time. Bile mi dha dhe shkollë babaj tim në medrese. Ki, sa shkova unë në Peshkopi, unë isha në Tiranë. Mori vesh, sa ke ardhur, po. Tha mi, shikoj, thash unë, mos ma bjerë me duar të lidhura, i thash. Se shërbëtori tim ishte, kisha kura jo t'ja thosh ato fjalë. Nuk i thash direkt, je shërbëtori tim, po, as e dinte veta i. Thash të lutem, mos ma bjerë me duar të lidhura, i thash. Ashtu veprojti. Ma pruri në zyrë, u takova me të, edhe më thot ki, i fejuarit tim Selmani, ke të drejtë të më lështot se je shumë e re.
Atë se çdo bëj është punë për mua. Kam ardhur të pyes çfarë nevoje ke. Se të lë apo nuk të lë, atë është punë e veçantë, është puna ime. Në këtë kohë Hito Çaku a flet. Thot, nuk do ti, thot, ti thot me gjithë këtë luks që ke, e kam u për 30 vjet, i thash. Tha, nuk do t'jeti zoti të hapi një kafene, jo të ketë gjitha të hotel, tha, se kishte hotel Volgën të tia ki, Kontinentalin. Edhe, unë i thash, nuk ka dobi, s'ka problemi, thash. Tha, kitha do dënohet ta me 101 mundet të pushkatohet. Po u dënoha me 101, bolt vete të shikoj, thash të ndër të hekurit. Unë deri atë minutë të betohem, nuk kisha në mend do ta lë apo do ta lë. Kur më thot Hito Çakua që ta lija edhe do ta dënoj me vdekje, atë se me 101 boll thash ta shikoj në ndër të hekurit. Aty për aty më mbush mendja që unë nuk do ta lë, thash. Edhe i thash ju drejtova, Selman i thash, rriqet, ç'nevoj ke, unë nuk të lë deri në vdekje, i thash. Edhe unë dava me të ika. Kaluan 3 vjet pa dënuar këta. Edhe thoshin, do me thënë, në kohën e Kocizotit, që torturat e Kocizotit, edhe i kanë torturuar në fakt shumë. Se kur dilte Jorgani atia, të betohe më plaçin si të gjithë gjak. Jorgani që ndirte në burgun, në izolimi ai. Masi bërën 3 vjet, i nxorën në gjyq, dënuan, ish punë në Kalani Gjirokastër, shkova i pash. Ishin 11 vëllezër në burg, me gjithë këtë timin. Në Burel kam shkuj, kam pa, në Peshkopi po, në Tiranë po, gjithande. Mirë po, në Gjirokastër bilem nuk më lanë të hipja dhe në autobus, më e ndaluan agentin që të më jepte bilet. Pse nga inati, pse unë kisha vatur. Ishte kryetar dege Kopinikua në Gjirokastër, nga Pogradeci. A i dha urdhër ke mësë. Të thush se si fshehur a i ka natën në një familje që kam shku në Vlorë. Jo me autobus, se dhanë urdhër dhe në rrugë të fshatit të gjeni mos e merrni në makinë. Ta bëjmë që të shesi dhe palton që ka veshur. Më bërën shumë keq atje në Gjirokastër. Nese unë e pat gjeta mundësin edhe ika. Mbrita atje ku desha të veja. Erdha në familje. Familja, se unë rria me motrën. Ishte i transferuar në Lana Bregas, krye inxhinier i ujësirësit. Edhe aty më vajta kishe edhe nënën. 2 vëllezër kam pas të arrestuar, 1 vëlla në burg. Juve akuzoheshin në atë kohë si kulak, si borgjez, apo pse? Neve na urbanizuan në Tirana, si klasë na urbanizuan. Na hoqën në Tirana, në 27-ën. Ku të venim, ku të kishim mund, do me thënë, edhe va me motrën, se me motrën kemi në gjithë morneve. U transferuaj në Sulov të Elbasanit, zuri shtëpi, një barake në Elbasan që kemi jetuar. Çka ndodhi me të fejumin pastaj? Me të fejuarin, mas a i ra në 26 në burg, unë rash në 52-shin. Por deri vitin e fundi, do me të 51-shit u kam qenë që i shkoja në përburgje, ku do qitë. E vizitoja, do me thonë? Po, jo vetëm atë, po dhe të vëllezrit e ti. Në Lana Bregas, ishte në drejtori i kantierit, më shikon se kur binin minat në tunel, neve dilshim se ishi barak edhe binin gur, edhe dili jashtë fshatit. Më shikon ki në drejtori. Se qa thota, nuk e di, ishin disa dibran, karpentier. E thot, besa, thot, nuk e di, thot, qare ka inxhinieri atë, motra, vajzë, qfare ka, unë do ta kërkoj.
ngrihet një dibran, ajo për keq i shkreti, po për atë krenarinë vetë si dibran që unë isha e fejuar e dibranit, e thot, që besa, thot, jo ti, thot, po bashën ver hoxha me lyp, thot, ajo ka të fejuarin e saj, thot, se në bandreon. Ati mua më vurë në shënjesër, edhe më hoqin Alana Bregasi. Bilem, kam ikur në këmbë, në Tiranë, në Alana Bregasi në këmbë, se hipa në makinë në një kamion, edhe më zbritën. Edhe motra time, me mua dhe me djalin e vogël, një djalë të vogël kishte, më ka shoqëruar në Tiranë në këmbë, nga Alana Bregasi. Ati kërkuam shtëpi, nuk gjetëm një shtëpi, takon më vjen një konata time, që rjetonin në Slovë këta. Kishte vatur në Shkodër të motra. Motra e kësa ishte martuar me nipin e Haxhidheshit. Ishte shefi policisë të Shkodrës. Edhe vjen kjo, unë shkoj tek një plak, i them unë, kishte qenë shërbëtori në familjen e këti dibrane ishte, andej në Slovë. I thash unë, në Gjevahire, i thash, unë kam nevoj, i thash, se s'kam ku të vete, i thash, shtëpi nuk gjeta. Ku të keqe nanata, po kjo shtëpia ti me s'ka as tavane, ishte me baltë. Unë pranova që të veja të rja dhe tek ajo. Kur erdi kjo konata, në Shkodra, edhe i thot, shikoj, thot, nusje Selmanit kam betur në rrugi, thot. Prandaj, do bëni qmos, do ta marrësh në Slovë, thot, po jo ta për trajtoni si nuse, i thot, po ta trajtoni si vajzë, i thot. Mirë, kur të kanë arrestu në vitin 1952, 52. ku të maren? Në Kavaj. Në shtëpi? Në shtëpi. Isha e sëmur me grip spanjoll. Edhe në dark, erdhen edhe shikonin librin e shtëpisë se ishte pashaportizim, si thoshi pashaportizimi. Edhe shikuan librin, deshën të shikonin, isha unë atje, apo s'isha. Edhe pan librin dhe ikën, më pan mua. Djali vogël, një motrës, thot, erdhen ata, thot, po, pjetën, thot, se isha tezja i vogël, dhe thoshin ablan, më të rriqin mua. Thot, pjetën për ablan, po tjetë për në burg, thot, më mirë të më marrin mua që jam i vogël, se së mbajnë, thot, jo të më bajnë atë, thot. Në orën 3 të natës, bie dera. Vjen tek ajo që mbante librin e shtëpisë, të këto të pashaportizimeve. Edhe thot, deshëm qik me shanin, thot, sa për një pyetje. Në 3 të natës do më pyetëshin mua në degën e brëndshme të Kavajës. Unë e sëmur shumë me grip spanjoll. Unë ngrita, u vesha, nuk u vesha me një rob dishan, bilem i gjatë, e ngrita kështu lidha. Vesha palton e madhe dhe shkova. Motra më ndoqi mrapa. E bijem ne, i tha, mos ki merak. Shkoj unë, më lanë atje për jashta, që në 3, deri në 7 të mëngjesit sa erdhi krijetari degës, Banush Veliu. Edhe më thot, do vemi po, thot, deri në Durrës, thot, se po miri, thash, unë pse nuk më thate, unë thash, shiko se si do ashtu, bu një shall në kokë, nuk më lanë as të krijesh, as një, shpejt, mere me më, si këmish në natës, rob dishanin, palton nga kjo. Thot, motra, do vide unë, thot. Jo, do të bje unë, i thot kje. Në tren, jo me gjips. Pse? Nuk deshën të bini në sy që unë u arestova, se mua Kavaja më njohu e gjithë Kavaja, se pan veprimet e mia ju bini në sy njerëzve. Edhe isha bërë shumë e njohur. Ju bënte shumë përshtypje. Vajzë shumë e re. Ndjek burgjet. Do me thënë, isha një njeri që bija në si për këto gjëra. Ju bënte përshtypje. E thot, do të bje unë, thot ki. Ikëm në Durrës. Bam në degën e brëndshme. Atje ishte krijetari degës, ka qenë Jashar Kasimati. Hetusi tim ishte Sotir Xharia. Ishte dhe një sekretar
dhe se damsi. Edhe erdi ki, më futi në dhomë, ishte hetusi. Edhe unë, mirë më njësi. Je arestuar! Unë më shteta për murit, nuk i tha, mirë i thash, po të them që na koka, deri te këmbët, unë tiva. Edhe u shtanga kështu, se nuk e mendova pse të isha e arestuar. Unë e dija veten shumë mirë që s'kisha bërë një gjë. Edhe ai, unë mirë më njësi, ai mi atë tona të ashpër. Unë mbështeta te muri. Nese më bëri qapjet e thot, në Biruc sot. Më marrin më fusin në Biruc. Ati Biruca, unë isha e sëmur. Gjithë uj. I beri bia derës, kisha, do më thë fani për të shku. Aty! Se më vjen zorë ta them, aty ta bësh. Vetëm një gjë që nuk qava në një herë, dhe nuk ja u bëra qefin. Unë edhe kur në hetusi mbarova, më rahun në hetusi, erdhën a Tirana, pyqën se aje zhogje e bënde na vetja. Ishte shumë kriminel. Ndofsha kishte edhe urdhën a ministria, po që është e vërteta, një që ka qenë e bëjnë kriminel Nevzat Azdidarin, a i ka ardhur direkt në Tirana dhe më kanë pjetur. Të kanë rahur jo, i tha, që ti thoshja unë ati, unë prapë nduar të sotiri do mbetesha. Nese, në hetusi unë e ditë, që të them, gjithse kush e di se që kanë hequr në hetusi. Ajo një fjalë, një grusht. Këtu kur më goditit e veshit që më qau timpane, deshit më goditit në fytyrë, të dheva kokën, më goditi këtu, mundzi me një herë syri, u bëra shumë së murë. Kur tolla në gjyq, vazhdova 4 muaj hetusi, pasaj më morën prapë në izolim. Edhe do të nohesha, i them kisha avokat, se më kishte vënë motër avokat. I them, foltha me avokatin, me lanë të lirë. I them, që kemi gjë, i thash, rezikun të në ta fje flokut e ndanë. Do më pushkatojnë, i thash? Mirë, thash. I ka, vajta ndënja të vëndi ati ku më kishin saktuar. Dëgjoja në mbrapa personelin e gjukatës. Gjuna, si do të dënojnë këtë kreatur. Po fliste personeli gjukatës. Unë atje se të them, ti thush tjetri do të pushkatojnë, nuk do ketë frikë. Unë atje mblodha veten dhe tha, shko, do të them ashtu si që mendova. Nuk është mirë, po unë do të them. Shiko me shamë, thash, me vete, po flitja. Si që si kanë vënë të gjitha titujt e mirë, mba dhe trimërin. Edhe këndrova e fort. Më thotë ki, filloj ti seansa. Thotë, këtë me profesion përshkatare, unë qesha me ironi. Thotë, pse qesho t'je për para trupit gjykus? Po, unë nuk kam njohur, nuk kam para përshkatare, thash, jo t'jem qenë vetë përshkatare, i thash. Unë e kuptova pse më tha. Dhe ati ku e kuptova, ati doli koka. Tha, ti tha, e nusje djalit se në lezit. Ti tha, Krushki me Hisni Demën. Ka qenë komandanti përgjithshëm i Dibranki Hisni Dema. Vora ti saj. Ke burin e motrës, tha, Dibranda e Surja Golja, në burg, tha. Të gjithë mi numërojti këto. Edhe vajzë dhe shefqet vërlacit, shoqet të ngushtë. Thash, të gjithë këto më kanë gjetur si kam gjetur u, thash. E me të vërtet, këto të gjithë më kanë gjetur, nuk i gjeta u. Nese filloj seanca, pretenca 25. Që kërkon, tha, për herën e fundit? As një gjë, thash. Deshën të kërkoja më shirë. Për që më shirë? Si që më thështë e hetusi në
Fol se si e thoshin një fjalë. Dhe me ti do thuash së vërtetën, neve do të bëjmë privilegje. Edhe unë i thash, shiko, thash, më sa vihet gjarë për i në gjithash, aq besohet edhe fjala tua, i thash. Po këtë parull ku i gjete, më lindi tani spontanisht, thash. E me të vërtet atë minut më lindi kjo. Nuk i kisha menduar. Po sa kërkesa deshja i për këtë kush ma kishte thënë, po si isha e vogël dhe më mësuan i dija vetë këto gjëra. Pretenca 25, vendimi 20. Që kërkova për herë të fundit asë një gjësash. Nuk kërkova më shirë. 20 vjetë. Me të drejtat, çdo të drejt, pasurit të tunshme të patunshme, po ku kisha pasurinë e kishin marrë ata. Edhe robat e trupit, edhe orën që kisha në dorë, që kisha në shtëpi nuk. Ma morën të gjitha qapo ata, mi morën. Ku të dërgu në burg pastaj? Pastaj, në burgun e Durrësit, në Biruc, bëra hetusin me këtë Sotir Xharjen, edhe Besel Damsi, sekretarin. Më erdhën në Tirana më pyetën që si e bëre, do me thënë me vetë dashje, apo pate tortur. Ki e thash koloneli më përpara, që ishte të tërë, thoshin, tërëmeshin kur hinte ai. Të them të vërtetën qoftë, me mua nuk u tholl ashtu i ashpër. Më thuaj, tha, të kanë rrahur? Jo, thash. Më thuaj, shikoj, thash, juve, jeni tani këtu dhe do ikni, unë në duart e ati do mbetem prapi, thash. Në gjyq i thash që më ka rrahur. Atia, Nevzat Aznidarit nuk ja thash. Pse se isha prap në duart e ati, ki do ikte në Tiranë. Ishte koloneli i Ministrisë së Brendshme ki. Edhe ka qenë shumë i rrept që kur e zënë në gojë Nevzat Aznidarin, ju dridhet mishi, po unë pata një fat. Se Nevzat Aznidari pati sekretar një djalin e Qahajaj tonë. Qahajaj, kupton që me thënë? Po. Që janë rritur në familjen time. Ferhate, thoshin. Edhe i dhanë fletën e arrestit që të më arrestonte Ferhati. I kam shkruar dhe në libër. Edhe a i thot, nuk mundem, se unë jam rritur me atë. Dhe kur kam këtë e kishte sekretar Nevzat Aznidari. Dhe prej këtia përfitova unë nga Nevzati që nuk sillesh ashpër. Se a i çdo njeriut, çdo femrës vinte dhe i bërtite ti morale, bëre i moralitet edhe këtu me politikë të laja të mua, kur nuk më ofendojti. Them të vërtetën, se me qenë pot ma kishtë do të thoshja. Mirë, e të kanë akuzu ty edhe për tentim arratisje nga Shqipëria? Po. Pse? Po jo, nuk, në gjatë hestusis nuk u përmend kjo. Po në gjyq? Edhe në gjyq. Thashu, po të doja ti, kja unë kisha kunatin, se erdi kunati na Jugoslavia, edhe kisha dy vëllezrit në Jugoslavi. Po fati i mirë të thua shëra tërmet, edhe undan të dy vëllezrit se ishi në burg në Jugoslavi. Njeri në Trieste, tjetri ku në Australi. Po të doja ti, kja unë ikja. Mirë, në bazë denimit, ku e ke vujt pastaj burgun? Në cilat burgje ke qenë? Burgun e Durrësit, një. Atje u dënova. Në burgun në izolimin e Tiranës, një vit. Atje tentova një 2 herë këtë bërtja veten me ilaqet, helmojshë. U bëra shumë së murë 9 muaj në spital. Prap në izolim. Pasaj në burgun e vjetër ku ishin gratë. Pastaja në kamp të bujqësi. Isha e së murë gjithmonë me temperaturë 37,7, 37,2. Isha shumë e së murë. Mirë po, për atje kërkova vetë se ikën gjithë shoqet edhe unë mbetesha vetëm në burgun e vjetër. Po unë nuk ja dilja do të bujqësisë. Kur erdi që do vinte doktori, që të më vizitonte, ishte në ministria, doktori, kur pa emrin tim komandanti Qazim Balla e thoshin,
ngriti rovolin të më vritte. Një Marie Saraci, një shkodrane, ajo dolli për para, kishte dhe gruan e kështë gardiane të burgut. Ti gje, thoshin. Qazimi, tha, që bëngë shu dhe ngriti dorën për pjetë. Marshalli që na kishte, ne kur dilim në fush, komandanti s'kishte të drejtë të hinte me armë të këne. Mirë po a i hiri me armë, ishte si të thuash. Ki marshalli, Gjevahire thoshin, kishte edhe ki gruan gardiane. Edhe sa pa qazimin ki komandantin, a i ka ngritur mitrolodhin dhe u betua që unë do t'ja shkria në trupin e tia 72 fishekët, në qofë se do bënte një veprim të tilë, karshiteje. Kishte gruan atje me mua, gardiane. Unë pastaj lajmërova ministrinë e brendshme, me erdhi Fiqor Shehu, edhe Qatip Dervishi kanë ardhur natën. Në fakt, nuk lajmërova një gardian e plak që kishim. Edhe kur erdhen ata, dhe desha të ditja dhe nuk desha se kisha frikë në komandantin, se unë prap me këtë jam. Ajo plaka, gardiania erdi me qotha. Ishte natë, binte një shi madhë. Shkova në zyrë, unë ngritën ata më dhanë dorën, ma afruan cigare, nuk e pi cigare, nuk i thashe. Na pi, jo thashe, unë e pija cigare, po nuk e mora. Nuk e pi cigare, nuk mi thashe. Tani na trego pak, tha, si është puna. Më mirë se kushdo thashe edhin gardianet të punë, thashe. Ne duam në ati, tha. Edhe unë i tregova se si ndodhi i rasti që do vijat e doktorit vizitosha, a i unë e vrikos, ngriti rovolin të më vriste. Edhe ka dalë filania për para. Edhe gruaja i ngriti dorën. Në regu. Thash, po shiko, tash ju prap në dorën e atje do të metem. Mos ke merak. Nesër rejet, u bëm mbledhje për jashta. Për unë një komandant tjetër, atë e diskredituan, edhe hoqë. Unë them, edhe ato që kanë bërë mirë, ja u them, nuk ja u hahakën. Edhe kush më ka bërë keq, e them, po e gjeft nga Perëndia që të them. Hakmarje nuk dua. Mirë, në vitin 63 ke dalë nga Burgu. Në 63 shi dolla nga Burgu, unë nuk isha pashaportizim. E di ti pashaportizimin qarë është? Po. E di, e? Po. Po në Kosovë ka patur? Nuk ka patur. Po ku e mësove ti ka pashaportizim? Kam mësuar, kam dëgju plot tregime si puna jote. Edhe unë, kudo që të veja, duhesh të lajmëroja të plot fuqishmi që uson dhe jam të filani. Po. Se në qovë se nuk lajmëroja, do t'i hidhin gjokë të zotit të shpisë. Edhe unë kudo që veja, nuk lajmëroja, veja fshehura, që mos merte vesh. Që donë të kur ishte edhe në një plot fuqishmi mirë, që bënde si kur nuk shifte. Bëra që mos që të bëja pashaportizimin. Vajta në krye ministri. Ku nuk kam lënë vënd, pavatur, nuk mu pranoa pashaportizimin. Dhe rria në rethin e Tiranës. Kam dënjur në mëzës të një shtullat, të fshatarët ati, një dhomë. Dhomë me balë e patavan. Kam dënjur në mëzës, afer minierës. Kam dënjur në Izberish. Qepja, nuk më fshatarët ishi shumë të mirë, qepja pa lekun, atyre të kryesis. Që ata kishin në dorë, thoshin e nuk thoshin. Kështu me lagjen e kisha shumë mirë ngrur. I pritja mirja, u qepja shpejt, edhe kam qepur. Kur dolen nga Burgu, çka kishte ndodhur me të fejuarin tanë, se mora vesh? Isha në kamp, në 56-ën, në Bujqësi. Atje me erdhi lajmi që jo, atëre u liruaj në kamp, në Burgu, në 56-ën. Në 62-shin, a i vdiq. Unë isha në artizanat. Edhe më bie një telegram, vllai mathi tia
Islami. Ma bie gardiania, por nuk ma dha në dorë, erdhi keq. Edhe ja hodhi mbi krevat. E marrë unë e shikoj, se në mani bje, u bëra unë, nuk di, unë ngritën të gjitha shoqet, të mi pikurajo, si, të me thënë, vujta gjitha të keqe dhe si përfundim, u bajo. Ai kur mori vesh që unë rash në burg, ai për shumë tuberkulos ju hapën nga verna në mushkërit e tia. E ndorë në burgu, në Bureli, edhe e internuan në fshatrat e Vlorës, në Llakatund. Atje vdiqaj. Nuk e të vinte në senatoriumin e Tiranës, momentet e fundit kur ai po jep të shpirt, atëhere e kanë për në senatoriumin e Tiranës. Edhe kur ka vdekur, e trajtuan shumë keq. Mirë, në cilin vit pastaj kur i arratis në Kanada, cilin vit ka orë? Në 91-shin. Atje vendosa, thash, o liri o vdekje, thash. Edhe vinë Delvinë se më kërkonin një dëshmi kur kishte vdekur babajtim. Për çështje të një pasurie që kemi në Greqi. I kërkon të komisionaria. Edhe unë vinë Delvinë, gjeta miq të vjetër të babajt, që të reguan datën kur kishte vdekur, ata, unë e dija po që të jipshin dokument ata. Atje mora vesh, unë i dija, po se si aratiseshin. 2 djemë të qahajajt të familjes time, ata qonin jesh në Greqi. Edhe unë i them, po si sa të shpijem neve, në rregull. Sa të marim vesh këtë jetë pak kufiri i lehtë, do të bëjmë telegram. Iki unë lidhe me të ambasadën italiane. Edhe më thot ajo zonja e ambasadës, thot, ke para? Sa duen, i thash. Po duen, thot, të kesh $1.000 me vetë, në rregull, i thash. Lajmëroj vëllane Australis, më dërgon ai 1.000 sterlina angleze. Marë qekun unë, edhe nuk e theva. Vëllai që kisha në Kanada, më dërgon qek edhe vete tek të marë qekun, thonë, jo, thot, nuk ti, a ishte aratisur. Nuk e zjata më tepër, i kau. Edhe atia nuk ja këthien, se nuk e bëra zë. Se isha dhe me një kushurir që u trëmba jo. Mora qekun unë, këthejem në ambasadën italiane. Jo qek, nuk e theva. Thot, ajo ishte e sëmur, nuk ishte. Tani si t'ja bëj, do iki me këm në Greqi, thash. Isha 63 vjeç. Vajzën e kisha të vogël, 15 vjeç. Do thot u arratisen në Greqi, nga Greqia erdhe në Kanada. Nga Greqia erdhe në Kanada. Dhe një 2 vjetë e gjysëm në Greqi. Mirë. Bëra dhe një aksident, theba këmbën, e kam hekurin 50 centim, 30 centim brenda në këmbë, por shikir zotit nuk qaloj. Edhe erdhe në Kanada të vëllai. Në cilin vit? 90 sa? Në 93-shin. Në 15 qershor të 93-shit kam ardhur në Kanada. Pastaj mbas sa vitesh je këty në Shqipëri për vizit? Jam në 95-ën. Se më martohesh një vajzë mbesës, edhe shkova në dasëm. Pastaj kam shkuar në 2008-ën, shkova dhe njëherë në 1998-ën, se babaj Qupës ishte i sëmur dhe do vdiste. Edhe shpura vajzën që ta shikonte. Pastaj kam vatur prap në 2008-ën, që bëra një testament për vajzën, për pasurin që kam unë, këtë jale vajzës. Edhe i bëra testamenti Qupës. Tash në Kanada këtu, çka banë? Në Kanada unë u mirë prita shumë. Bilem kur kam pasur edhe 80 vjetorin, kryeministri më dërgoj të urim, ta kam prur dokumentin.
Edhe në 85-ën prapë më dërguan urim. Kryeministri Kanadas apo i Shqipërisë? Kryeministri Kanadas. Edhe marë pension $1.500 në muaj. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Jam shumë e lumtur. Kam shoqëri dhe miqësi që turpësht ta them, po më adhurojnë, më duan shumë. Më duan, e kuptoj që më duan, se nuk kanë kur far interesit e konë. Faleminderit shumë për këtë intervistë edhe qofshe lumtur. Faleminderit. Nuk fola që mirë, me pengesa me ashtu se jam shumë e lodhur nga frima, me meret frima. Shumë faleminderit. Po të gjitha të qarta i ke atje të librat. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit.